Shqipëria cilësohet sërish si një vend pjesërisht i lirë nga raporti i fundit vjetor i organizatës Freedom House me Selina Washington. Vendi ynë renditet me 69 pikë nga 100 në total, krahasuar me 68 pikë që u vlerësua vitin e kaluar, teksi arritja shihet me ritme të ngadalta. Sa i përket të drejtave politike, Shqipëria është vlerësuar sërish me vetëm 28 pikë, ndërsa të drejtat civile kanë marrë 41 pikë, një më shumë se në vitin 2025. Freedom House thekson se korrupsioni dhe rishfetet mbeten ende shqetësimet kryesore që duhet të adresohen. Shqipëria ka një rekord zgjedhjesh konkurruese. Megjithatë, partitë politike janë shumë të polarizuara dhe shpesh të organizuara rreth eksponentëve kryesor. Liria fetare dhe liria e tubimit në përgjithësi respektohen. Korrupsioni dhe rishfeti mbeten probleme të mëdha, megjithse qeveria po punon për të adresuar korrupsionin në gjyqësor. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e para, ndërsa ndiqet nga Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, Kosova, Bosnia Hercegovina dhe e fundit Serbia.